Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë në mënyrë, po themi, operacionale kreun e presidentin e Venezuelës, Nicolas Maduro, e ka dërguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ai të përballet me disa akuza ndër të tjera, me akuzën e trafikut të drogës, me akuzën e terrorizmit, si dhe disa akuza të tjera. Për të folur mbi këtë vendim të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë pasojash sjell ky vendim në arenën ndërkombëtare, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Zaqi Islami. Avokat, çfarë do të thotë ky vendim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për, po themi, për Venezuelën vetë, por edhe për gjithë vendet e tjera të ngjashme si Venezuela? Është një vendim që në fakt ishte marrë prej kohësh për Venezuelën dhe ju nuk është një vendim që do ndikoj vetëm në Venezuelë, por do ndikoj edhe tek shtetet të tjera që bëjnë trafik droge. Në një veprim të tillë, një operacion të tillë, sa më shpejt këtu në Tiranë me këtë Ramaduron ton, siç e quan populli tashti, që të gjejnë në vendin të gjithë trafikantët e drogës, sepse Shqipërinë e kthyen në një plantacion të lashtarshëm hashhashi në të gjithë territorin, ku shteti dhe policia dhe qeveria e nxisin, jo më që nuk e kontrollojnë, po e nxisin që të prodhojnë sa më shumë. Pra e kthyen tokën shqiptare në një tokë helmuar, që s'prodhon dot më tani asnjë gjë, as grur, as misë, sepse helmuar me hashash. Dhe dje që hashashi është bim helmuese, e vret tokën. Shpresoj që ky veprim ose ky operacion që përfundoi në Venezuelë të nisi sa më parë në Tiranë. Mundësitë janë që të gjitha. Në Tiranë Dean dhe FBI nuk i pengon asnjë gjë, sepse edhe ata që mendohet që i ka me vete Edi Rama, kur tani që panë se që gjeti se si e psoi ai Maduro, e din mirë që do ta lënë në baltë dhe do kërcasen do ikin. Nuk do rrinë më që të roje që të ruajnë Edi Ramën, ka rrezik që dhe Edi të vend ta gjejnë atje në dhomë të gjumit se që gjetën Maduron, të cilën e kryen një operacion të jashtë lashtarshëm, të jashtëzakonshëm për 46 sekonda, rast unikal në historinë e botës. Pra, unë e falenderoj këtë veprim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të presidentit amerikan, si thuash, na ka frymëzuar që dhe na ka rritur shpresën që dhe në Shqipëri do bëhet e njëjta gjë me Ramaduron. Zoti Islami, është e njëjti, po themi, veprimtari siç ka bërë Maduro në Venezuelë me zotin Rama, se ne jemi një shtet demokratik, kemi kryeministër, vend demokratik, antar i vendit, antar i NATO-s. Ne vetëm demokratik. Jo, për të ndalo këtu, vetëm demokratik nuk jemi. Ne jemi një diktaturë absolute e komunistës Enver Hoxhës. Flasim, por asnjë gjë tjetër. Përkundrazi jemi katandisur në një popull dhe në një shtet të cilit i vidhet prona me korrigjime të kadastrave dhe të pronave të shqiptarëve në kadastër, në hipoteka, dhe duke i përvetësuar dhe duke furnizuar, duke fuqizuar agjentët dhe mbështetësit e kësaj klike komuniste që drejton sot Shqipërinë. Pra, nuk kemi vend demokratik. Ne, nëse ka ndonjë shtet që e meriton një veprim të tillë operacional si që bën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, i pari jemi neve, pastaj që më thonë mua jo Nigeria, jo nuk e di, jo më jo, është Shqipëria në vend të parë që duhet urgjentisht të ndërmerret një operacion e tillë. Është nevojë imediate, është nevojë e çdo sekonde që kalon në Shqipëri. Avokat, sa besim keni që një gjë e tillë mund të ndodhë në Shqipëri me kryeministin Rama? Pra, besoni që mund të ketë një vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës
të një vendimi kaq ekstrem, kur ndërkohë mund ketë edhe mënyra të tjera, po themi, për ta larguar nga pushteti. Mënyra të tjera njerë nuk ka për tikur. Ta nuk, komunistët janë të vendosur që pushtetin ta mbajnë me gjak. Dhe kemi parasysh deklaratën e ish kryetarit të Kuvendit Popullor, i cili tha pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrohet me grykën e pushkës. Pra kjo i ka thënë të tëra, kjo deklaratë e ish kryetarit parlamentit i ka thënë të tëra dhe këta amerikanët e dinë shumë mirë. Tani, a besoj apo unë shpresoj që amerikanët të bëjnë një veprim të tillë, shpresoj dhe e pres. Por nuk e di do ta bëjnë apo jo, varet nga konjunkturat. Nëse amerikanët e bëjnë një veprim të tillë dhe caktojnë, po themi, si drejtues të shtetit shqiptar zotin Berisha. Çfarë do thotë kjo për Shqipërinë? Gjë që nuk ndodh kurrë. Ata mund dhe do ta bëjnë veprimin që bën në Venezuelë, do ta qërojnë këtë Madurën, por nuk do kthejnë Berishën në pushtet, harrojeni. Që të harroj cili do shqiptar që espreson një gjë të tillë. Nuk mund të ndodhë kjo. Nuk mund të ndodhë. Amerika nuk e lëpin atë që ka pështyrë zotëri. Amerika është shtet serios. Presidenti Trump është burr serios, është burr shteti dhe ato vendime që merri son deri në fund. Dhe këtë palloshin ton do ta zhduki sepse ky tha e ofendoi presidentin amerikan, se që është një idiot andej në Amerika tha që por na jep mend tha. Pra, amerikanët e dinë këto, presidenti amerikan e di këtë gjë dhe ky palloshi ynë e di dhe kështu që ky e di fundin e tij. Mendon që Trumpit i ka shkuar, po themi, deklaratat e Ramës, i ka lexuar, i ka parë? Me pikë me precie. Të përkthyera në gjuhën angleze në mënyrë perfekte. Ka ambasadën këtu, ka shërbimin sekret këtu. Ore, ju kujtoni se është ambasada atje që nuk pritet përcjell njerëz për ditë dhe kujtoni se nuk funksionon. Jo, zotëri, funksionojnë të gjithë oficerët e asaj FBI-t amerikanë dhe të DEA-s. I ke këtu, i din të tëra, i shikojnë të tëra, i raportojnë dhe i dërgojnë të tëra atje ku duhet. Zotëri, Shqipëria është në monitorim të plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ky Ramaduro Palloshi ju e di dhe prandaj nuk di nga të janë baj, s'di që të bëj, ka humbur logjikën, ka hequr dorë nga drejtimi i shtetit, po e denoncojnë dhe po e nxjerrin të palara ditë për ditë bashkëpunëtorët e tij, ai e di se ç'e pret. E di shumë mirë bile, e di shumë mirë. Zoti Islami, a ishte kontrata e lobimit 6 milion euro e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një nga faktorët që tashmë SBA dhe SPAK-u ndoshta i është vënë Edi Ramës? Jo, ato 6 milion euro janë që i kanë bërë gropën Sali Berishës, që do vej Sali Berisha bashkë me Edi Ramën. Ku i gjeti 6 milion euro që i dërgoi në Amerikë, që bëri lobimi dhe çan këto pagesa që kështu u bleka drejtësia në Amerikë, more, kështu u bleka ai morali dhe drejtimi i shtetit me 6 milion euro të qelbura të këtyre trafikantëve, narkotrafikantëve shqiptar, duke filluar nga Berisha dhe duke vazhduar te më i fundit. E harruat Berishën narkotrafikanti kryesor të Lazaratit, që e mbolli Lazaratin komplet hashash, si e harroni? E harruat ju, po se harrojnë amerikanët. Se harrojmë neve. Ne kalonim në Kordhoc poshtë për të vajtur në Sarandë dhe qelbe dynjaja hashash. E njoftonim, merrim telefon policin dhe policia thoshte e di qeveria atë punë. Pra, në kohën e Sali Berishës këto. Pra, si mendoni ju, Berisha, ajo Amerika do t'ja falë, Sali Berishës këto dhe për çfarë sy do t'ja falë, cili shkaku. Cila është nevoja amerikane që të falë një kriminal për krimet që ka bërë në drejtimin e shtetit edhe të ekonomisë shqiptare. Jo, zotëri, nuk e bën kurrë Amerika këtë gjë. Zoti Islami, a mund të ndodhë që ti marrë të dy Amerika edhe Ramën edhe Berishën? E shpresoj. Dhe e besoj. A është de amerikane dhe FBI-a amerikane që kanë ardhur në Shqipëri, po themi, një sinjal që këtu një operacion i ngjashëm mund të kryhet së shpejti? Absolutisht që po. Prandaj
qeveria shqiptare dhe deputetët shqiptarë kanë humbur qetësinë. Siç i shikoni, i ndiqni vetë në për parlament, në për diskutime që bëjnë në parlament dhe në për marrëdhëniet me të tjerët, kanë humbur, kanë hequr dorë nga drejtimi i shtetit, praktikisht janë të vdekur. Zoti Islami, nëse një veprim i tillë i amerikanëve ndodh, kush mendon se mund vinë në pushtet? Pra, shikoni ndonjë figurë të vlefshme që mund ta drejtoj vendin? Burra të ndershëm, Shqipëria ka sa të duash. Por sigurimi i shtetit, patronazistët, një ushtri e tërë spionësh dhe agentësh komunistë, të jo vetëm që shërbimi sekret shqiptar, po spion të Serbisë, të Moskës, të Pekinit, kanë punuar dhe punojnë me qëllim që të mbytin çdo zë abdetar shqiptar, çdo qytetar që është për të mirën e vendit, çdo qytetar që është kundër diktaturës komuniste të instaluar në Shqipëri. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ata janë të pamposhtur, nuk do të thotë që Amerika nuk i di, nuk do të thotë që DEA dhe FBI amerikane nuk e ka zbuluar, se i kanë data njësë e tyre këtu dhe kanë shumë madje. Kështu që kam besim absolut që do ta qërojnë këtë Ramaduron. Bas me atë plakun do të boru. Zoti Islami, besoni që 2026 dhe shpresoni që 2026 është viti i shqiptarëve? E shpresoj shumë dhe besoj shumë që do jetë viti i shqiptarëve. Amerika nuk e lë Shqipërinë në duar të Pekinit, as të Moskës, as të Beogradit, as Athinës. Nuk do ta lërë, jo, kam besim për këtë punë. Ndërkohë flitet që, po themi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës një veprim të tillë ndaj Venezuelës e kanë ndërmarrë për shkak të naftës. Po në Shqipëri pse duhet ta ndërmarrë një veprim të tillë? Shiko, nafta mund të jetë një shkak për një arsye, mund të jetë, nuk e di, sepse ka një të vërtetë historike që naftën në Venezuelë e kanë zbuluar amerikanët shumë vite përpara, disa 10 vjeçar përpara. Pra është një zbulim i tyre, një investim i tyre. Por nuk është kjo kryesorja. Kryesorja është trafiku i narkotikëve që e gjithë Amerika Latine është bërë furnizuesi kryesor i heroinës, i kokainës në gjithë botën. Dhe trafikanti kryesor për Evropën i kokainës latinoamerikane është Shqipëria, është regjimi i narkotrafikant i Ramaduros, i Palloshit i gjatë. Kështu që është prerë kostumi për mendimin tim. Rama do vej të bëj shoqëri Maduros. Zoti Islami, disa muaj më përpara, në momentin që kishte tensione në Venezuelë, Maduro deklaroi që mafia shqiptare po ndihmon CIA-n amerikane që të morrozojnë nga pushteti. Besoni që ka pas një bashkëpunim të tillë? Njëherë CIA amerikane nuk bashkëpunon me mafjet, në asnjë vend të botës. Mund t'i përdor, mund t'i shfrytëzoj ato veprimet e tyre, por jo që të bashkëpunoj me ta. Ndërsa Maduro ka thënë edhe këtë tjetër, që mafia më e rrezikshme në Venezuelë dhe në Amerikën Latine është mafia shqiptare. Dhe këtë e ka thënë me zë me figure. I pam, edhe pse nuk dim spanjisht, po e pam dhe e dëgjuam që pikërisht këtë deklaroi. Dhe është shumë e vërtet që mafiozët shqiptar janë më aktivët dhe kanë marrë të gjithë tregun e kokainës në komand në Amerikën Latine. Se thua atë që është, janë mjeshtra shqiptar për të marrë komandën në çdo vend të botës. Kanë marrë komandën në gjithë Italinë e Jugut për trafikun e kokainës, kanë marrë komandën në Gjermani, në Francë, në Angli, tani e komandojnë dhe në burim në Amerikën Latine. Kështu që është e padiskutueshme që amerikanët e dinë marrëdhëniet e mafias shqiptare me regjimin e Venezuelës, edhe ca vende të tjera atje që janë Uruguaje, Bolivie, nuk e di, të tëra ato shtetet e Amerikës Latine që prodhojnë drogën, kokainën. Pra, zotëri,
nga do që të vi problemi fokusohet vetëm në një pikë, tek mafiozët shqiptar dhe tek mbështetja absolute që u jep regjimi komunist i Tiranës mafiozëve në botë. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën.